dhe nga ora 10 sërish, do të shohim nëse ka ndryshuar diçka, nëse ka ndryshuar strategjia vetëvendosjes rreth emrit të kandidatit, nëse ka ndonjë marrëveshje të presupozuar politike, do të se të gjitha burimet tona thonë që nuk ka pasur asnjë lëvizje në raport të ndonjë marrëveshje të mundshme politike e cila do të çonte në konstituimin e sotëm të Kuvendit të Kosovës. Pas pak do të jemi me pamje të drejtë për drejta nga holli dhe nga hyrja Kuvendit të Kosovës, por dhe nga sala kur të filloj. Do të kem kolegë që do të më bashkohen në këtë komentim dhe do të kemi shumë detaje të cilat gjatë emisionit do t'i tregojnë në prapavi informacione të cilat ne i kemi, por të cilat duhet t'i zbulojmë hap pas hapi e që kanë të bëjnë me të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me pamundësinë e lëvizjes vetëvendosje që në formulën në cilën mendoj që fare lehtë do ta bënte qeverinë ta bëj, sepse 3 deputetet e nismës, Fatmin Limaj me 2 deputetet e saj, e ti janë bërë të barazvlefshëm me 0 pas një lëvizje që Ramush Haradinaj dhe partitë të tjera kanë bërë në raport me deputetet e komuniteteve pakisë jo serbe, gjithsesisht me deputetin Duda Balje, deputetin Adem Hoxha dhe deri diku edhe me deputetin vetëm Berisha. Të 3 këta janë afruar shumë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe nuk pranojnë që t'jenë në kombinimet të cilat çojnë në krijimin e qeverisë së re. Si rezultat i kësaj, lëvizja vetëvendosje në rrethanën më të mirë qeveria Kurti i ka 59 deputet nëse këtu nuk llogaritet vetëm Berisha, deputeti nga Partia Egjiptiane, i cili megjithatë ka thënë se nuk pranon që të jetë pjesë e qeverisë ose e Kuvendit, por nuk do të bllokoj dhe do të votoj në çdo rrethanë. Në një rrethanë të tillë, pra në një moment kur vetëm Berisha do të votonte, qeveria pretendimi i shumicës së re do të ishte në 60 deputet dhe sërish nuk do të mjaftonte as për të bërë kryeparlamentarin dhe as për ta bërë qeverinë e re. Të gjitha këto rrethana natyrisht kanë krijuar një pat pozicion ku shumicën nuk e kanë as partitë të tjera dhe as lëvizja vetëvendosje. Thash edhe më herët, nëse ka pasur paralajmërim për një marrëveshje politike, nuk është që ka pasur lëvizje, nuk kemi ndonjë informacion të ndonjë lëvizje të Kurtit, si partia më dalë më madhe nga zgjedhjet drejt ndonjërit prej subjekteve politike, qoftë drejt LDK-s, qoftë drejt PDK-s dhe qoftë drejt AK-s. Ajo që kemi arritur të marrim dje informacion është që protagonistë të ndryshëm duke u thirrur në emër të Kurtit, por ne nuk kemi arritur në mënyrë të pavarur të vërtetojmë që janë vërtet të dërguar të Kurtit, njerëz me ndikim kam provuar dje dhe pardje, realisht në këto 48 orë të fundit, të komunikojnë veç e veç me deputet individ nga Lidhja Demokratike e Kosovës sidomos, por edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, duke u munduar që t'i bëjnë pjesë të shumicës re. Në çdo rrethanë, duke që brenda lëvizjes vetëvendosje ekziston debati i cili është edhe i arsyeshëm e i cili ka të bëjë me numrat e zbet të cilët do të krijoheshin edhe në rrethanën kur Limaj bëhet kryeparlamentar dhe bëhet koalicioni me nismën. E thash edhe më herët, në një rrethanë mund t'i kem 59 deputet, ndoshta mund t'i bëjnë edhe 60 e 61, por qeveria megjithatë do të ishte e brisht, do të ishte e varur shumë nga numrat e deputetëve. Dhe kësaj deputeti i mazhorancës do të ishte më i rëndësishëm se sa ministri, e në rrethana të caktuara edhe më i rëndësishëm se sa kryeministri. Përvoja na tregon që qeveritë e tilla është shumë vështirë të shtyjnë vendime përpara, bën qeveri kujdestare, merren vetëm me vendime që kanë të bëjnë me e shmangin shumë realisht në vendimarrjen e tyre votimin në parlament. E gjithë kjo situatë çon në një rrethanë kur ende ka paqartësi, ende nuk i dihet dhe duket që as e pesta nuk do të jetë e vërteta dhe ne kemi të drejtë. Flasim, po